Dikush që mund t'jeti sprovuar me hasedin, pyet si të mjekohem, si të shërohem prej hasedit. Atëherë, vllai i nderuar, gjëja e parë, lutju Allahut të lartësuar që ta zbuz zemrën tënde, lutë Zotin e gjithësisë që ta largoj prej zemrës tënde hasedin. Po ashtu, lutu për personin të cilin e ke hased, e ke smir. Lutu që Allahu i lartësuar t'ia shtoj mirësitë, t'i jap atij mirësi dhe begati. Po ashtu, duhet të kesh gjithmonë parasysh që ti personin të cilin e ke hased, ndoshta nuk takohesh me të fare, ose ndoshta pra në shumicën e rasteve ti kur nuk e dëmton atë. Përkundrazi, kë dëmton veten tënde. I sjell vetes tënde stres, i sjell vetes tënde mërziti. Ai ndoshta është në botën e tij, as nuk e di fare se ti e ke hased, ndërsa ti brendësinë tënde, ngushtic, pikëllim, mërziti, pastaj të mbyllen portat e suksesit, sepse e hidhron Allahun e lartësuar. Kështu që lutë Allahun e lartësuar të ta mundësoj të pastrohesh nga smira, zilia dhe hasedi. Dhe një porosi tjetër, lexo Kur'an, sepse Kur'ani është shkak për pastrimin e zemrave, është shkak për shqetësimin e zemrave. Prandaj, lexo sa më shumë Kur'an, e lut Allahun e lartësuar që ta përmirësoj sjelljen tonë. Amin.